Një rast që ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve është ai i 2 ish-banorëve të Big Brotherit. Së fundmi, ka pasur shumë spekulime se Brikena e Mateo kanë përfunduar lidhjen e tyre. Një lajm që ka ndezur diskutime të shumta në rrjetet sociale. Ç'shihet pas ndarjes së Brikenës dhe Mateos? Shumë pyetje janë ngritur mbi realitetin e tyre. A janë këto ndarje të vërteta apo thjesht një strategji për të tërhequr vëmendjen e publikut? Fansat vazhdojnë të ndjekin me kujdes çdo lëvizje të tyre në rrjetet sociale. Fansat e çiftit janë të ndarë në mendimet e tyre. Disa besojnë se ndarja është reale, ndërsa të tjerë mendojnë se kjo situatë është krijuar për të rikthyer vëmendjen e publikut. Një detaj interesant që ka dalë në pah është se Brikena vazhdon të ndjek llogaritë që publikojnë momente të përbashkëta me Mateo. Ky veprim ka bërë që shumë ndjekës të mendojnë se ndarja mund të mos jetë aq e vërtetë sa duket. Mbetet për tu parë është se si do të zhvillohet kjo histori në të ardhmen. Ndërkohë, jemi duke pritur ndonjë konfirmim apo mohim nga vetë ata. A do të ketë një rikthim të mundshëm apo ndarja do të jetë e përhershme? Koha do ta tregojë. Për më shumë lajme nga showbizi shqiptar ndiqni kanalin ton dhe bëni subscribe për të mos humbur asnjë lajm.